dhe për punën që bëni, për kontributin që jepni, për gjithë angazhimin në çështje të rëndësishme të zhvillimit të vendit. Kontributi dhe roli i shoqërisë civile është shumë i çmuar. Për sa i përket atyre angazhimeve të përbashkëta që ne kemi e para njëherë si qytetar, si njerëz cilët jo vetëm në punën që ne bëjmë, po mbi të gjitha në rolin që ne kemi, mund të japim nga vetja për të zhvilluar nga pikpamja sociale komunitetet, për të mbështetur komunitetet, për të kontribuar direkt në zhvillimin social dhe ekonomik të një qyteti apo edhe të një vendi. Është shumë e rëndësishme që të ketë një qendër rinore ku të ofrohen aktivitete dhe shërbime të integruara, dhe nga ana tjetër një sugjerim dhe këshill që mund të jepja është fakti që duhet të kemi një buxhet të dedikuar për fëmijët dhe të rinjt në atë buxhetin total të Bashkisë së Madhe, me qëllim që të gjitha ato shërbime të cilat mund të diskutohen edhe nga kolegë të tjerë të organizatave të mundet të bëhen funksionale dhe të ofrohen për fëmijët të rinj dhe adoleshentë. Për të shërbimeve të ofruara në prandimin e këshillimit, fuqizimi i tyre psikosocial, ekonomik, që do të thotë ne punojmë shumë me pjesën e mbështetjes, por kemi nevojë që kemi gratë fuqizuar të cilat nuk kthehen sërish në situatën e dhunës, dhe të kemi shërbime mbështetëse në komunitet, ku ato mund të gjejnë le të themi strehën dhe mund të gjejnë derë të hapur për të marrë mbështetje pranë çdo nisje administrative. Absolutisht ne bashkëpunojmë dhe kemi një bashkëpunim shumë të suksesshëm në gjitha nisjet, po ndërkohë shumë e rëndësishme që të kemi le të themi një fuqizim më të mëvonshëm të grave dhe vajzave. Edhe pse shërbimet sociale duhet të ofrohen në nivel lokal nga institucionet, ne deri tani kemi qenë palë mbështetëse e drejtorisë së shërbimeve sociale për të ofruar shërbime direkte që nga identifikimi deri te trajtimi dhe monitorimi afatgjat i çështjeve të fëmijëve apo familjeve të tyre me rrezik. Unë mendoj që problemi më i madh përveç se buxhetimit të shërbimeve sociale, ndoshta bashkia nuk mund të jetë në gjendje të ofrojë çdo shërbim specifik, të specializuar për gratë, për fëmijët me akse të kufizuara, për dhunën, abuzimin seksual, trafikimin. Ndër vite ju tashmë e njihni kush janë ato organizata apo institucione që kanë një specialitet të caktuar, të cilat mund të vinë momenti të mund të suportohen me fonde. Për vetë organizatat është bërë shumë e vështirë, jo për të mbijetuar dhe për të mbajtur njerëzit në punë, por për të ofruar ato programe për të cilat ato janë të specializuara. Aktualisht punoj në organizatën World Vision, është një organizatë ndërkombëtare dhe është viti 26 që jemi në Shqipëri dhe në Tiranë. Çfarë unë do sugjeroja, Tirana është e madhe, ndaj ka nevojë që secila njësi të perceptohet si lokalitet më veta, pra si një qytet i vogël më veta. Të falenderoj sepse është ajo që ju keni bërë gjithmonë në gjitha nivelet që keni qenë dhe keni marrë detyra, si në nivel qendror edhe në nivel vendor, keni qenë një person që ke bashkëpunuar dhe na ke përkrahur gjithmonë dhe ke tërhequr mendimet tona, për këtë të komplimentoj. Ka ardhur koha që të kthehet vëmendja nga shërbimet për njerëzit, që të vemi sa më afër njerëzve dhe t'i ndihmojmë ata në jetën e tyre, në funksionin e tyre dhe sidomos pranë familjes së njerëzve në nevojë. Këtu fut edhe aftësinë e kufizuar. Dua të them që gjithmonë Bashkia e Tiranës kanë nxjerrë projekte, propozime dhe kanë mbështetur shoqërinë civile, por këto kanë qenë të paqëndrueshëm dhe kur këto lloj iniciativash, modelesh që ne ngrëm janë paqëndrueshme, atëre e humbasin funksionin e tyre dhe edhe bëjnë problematik për ata njerëz që i kanë marrë dhe pastaj ngelen pa i marrë. Ndihem mirë që ju jeni në këtë rol sot, sepse jam shumë e bindur që nga eksperiencia juaj që keni në të gjitha nivelet, keni një program konkret. Sa banor ka Tirana, qendra kulturore fëmijërs kemi fare. Ndërkohë ti ke pafund artistë të rinj dhe të reja që merren me art and craft, merren me piano, me kitarë, me çdo lloj gjëje të bukur që fëmijëve tanë t'i japim një botë më optimiste edhe e t'i largojmë nga ky celulari dhe nga ato qofshia që na vjen nga celulari. Kështu që ndoshta po themi ndërtimi i qendrave kulturore të fëmijëve do ishte shumë, po pse jo mos kishte mini të ngjashme në bashkëpunim me organizata shoqërisë civile që punojnë në Tiranë, të kishte një plan të dedikuar pikërisht për familjet e reja. Pra se kemi nevojë të motivojmë, të stimulojmë, të mbështesim para ato vitet e paratjetës. Shikoj, një ndihmë konkrete se tash ka pafund për të propozuar këtu. Mund të jetë edhe përjashtimi ose lehtësimi për taksën e banesës së parë që ata arrin të marrin. Donacionet e huaja kryesisht
janë reduktuar dhe sidomos për pjesën e nevojave bazike siç janë ushqimi dhe akomodimi. Që në këtë kuadër me Bashkinë e Tiranës apo me institucionet publike ne do donim që të jemi të përfshirë, kemi bërë disa tentativa, të jemi të përfshirë si në programet e ushqimit dhe të akomodimit të këtyre njerëzve. Nevojat janë të shumta, hapësirat e sigurta për këto individ janë në mendimin tim shumë të zvogluar apo janë shumë të pakta. Kështu që ne jemi gjithmonë duke bashkëpunuar për zgjerimin e hapësirave të sigurta dhe në përgjithësi për të marrë iniciativa për të ulur diskriminimin dhe dhunën që ushtrohet në përditshëm për këta individ. Paketat fiskale dhe për të rinj duhen parë. Unë po jap një shembull bazik për ta mbyllur. Portokalia për të gjithë të rinj deri në moshën 35 vjeçe ka paketa fiskale zero tax për çdo biznes dhe çdo aktivitet që ata bëjnë në territorin e tyre. Do këshilloja fort në disa qendra komunitare të ketë aty ku ka komunitet nga Rom, që është shumica me komunitet Rom, pse jo të ketë edhe antar, sepse ne kemi shumë djem dhe vajza të cilët janë arsimuar, janë diplomuar dhe të jenë ata ndërmjetësi kulturor të punësuar nga qendrat komunitare. Diçka tjetër çfarë ne ende kemi sfidë, përveç familjeve të cilët janë përhapur thashë themet për të larguar, kemi sfidë ende strehimin. Kemi ende shumë familje rome të cilët nuk kanë mundësi për të aksesuar tek banesat sociale apo tek programet e bonusit të strehimit për faktin sepse skualifikohen për dokumentacione të ndryshme. Njëherë në 3 muaj, ndoshta përfaqësuesi që mund të jetë në bashki për elementet e antitrafikut të mblidhej me rrjetin Urat, që ne kemi një rrjet United Response Against Trafficking e quajmë, dhe jemi një grup organizatash që merremi me këtë problematikë. Atje kemi mundësinë që të diskutojmë, mendoj specifikisht hallet tona, por dhe specifikisht zgjidhje, sepse ne sjellim probleme po dhe zgjidhje nga terreni. Kështu që nëse bëjmë këtë, për mendimin tim është një hap i parë shumë i mirë, që na ndihmon ta shohim si thosh, ta skanojmë më mirë horizontin edhe e marrim edhe kthesën më kollaj pastaj përpara se të bëhen problematika. Faleminderit. Tirana është kthyer një qendër turistike dhe kjo është një gjë e mirë sepse sjell të ardhura dhe zhvillim. Ajo që ne do t'ju ftonim, ndoshta në bashkëpunim me shoqërinë civile, është të bëjë një studim dhe të shikojë balanca midis zhvillimit turistik dhe rreziqeve që asjell, në veçanti për fëmijët që shikojmë në interesin, po ka dhe grupe tjera të cilat mund të cënohen nga kjo rritje turistike dhe secili duhet të jetë roli i përbashkët që ne mund kemi për të mitiguar ato që ndoshta janë kthyer sfida në sa vende të zhvilluara. Qasja midis autoriteteve të Bashkisë Tiranës dhe shoqërisë civile për mendimin tim duhet të jetë më kuptim plot. Dhe kur them më kuptim plot, duhet të jetë më e qëndësishme se sa e fragmentarizuara. Përgjithsisht shoqëria civile ka probleme dhe janë të fragmentarizuar për shkak të objekteve dhe qëllimeve që ka çdo organizatë e shoqërisë civile. Por unë mendoj, duke të ndihmuar në atë që quhet qëndësimi i jetës tonë të përditshme, që është shumë i vrullshëm dhe me shumë tensione, dhe Tirana e vuan këtë gjë. Unë nuk e di ne prindrit e rinj e vuajmë tensionin e përditshëm. Ajo që doja të jepja një mesazh është fakti se ju duhet të përcjellni tek qytetarët e Tiranës se Tirana mund të jetë një qytet jo i kaq tensioneve të mëdha ose i përplasjeve të mëdha, kjo për shkak edhe të zhvillimeve. Unë e kuptoj që kjo do pak empati, por besoj se ju si politikanë mund ta gjeni gjuhën. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që Tirana të bazohet në statistika dhe shërbime. Ne kemi folur edhe herë tjera bashkë lidhur me problematika që ka shoqëria civile. Dhe është jashtëzakonisht shumë e domosdoshme dhe nevojshme edhe nga ana e jonë si shoqëri civile që të kemi komunikim dhe dialog, qoftë me pushtetin qendror, por qoftë edhe me pushtetin lokal. Dhe sigurisht që krijimi një tradite dialogu apo një forume të përbashkët është tepër i rëndësishëm dhe i domosdoshëm. Gjitha shqetësime që kolegët kanë absolutisht ne i kemi ndarë edhe herë tjera dhe dëshira ka qenë shumë e madhe edhe për të marrë pjesë në këtë takim. Pra për të diskutuar me ju lidhur me problematikat që ndeshin, qoftë në ofrimin e shërbimeve apo në qoftë në garantimin e atyre shërbimeve domosdoshme për grupe të caktuara. Ishte një takim për mua shumë i frutshëm, me ide shumë të mira, me sugjerime shumë të vlefshme. Edhe besoj që ky komunikim, kjo platformë dialogu që ne tashmë nuk e kemi të nisur sot, por së bashku kemi një rrugtim
diku më të konsoliduar, diku më të fragmentuar për arsye të detyrave që ne kemi patur, edhe të rolit që secili prej jush ka luajtur, po besoj dhe jam e sigurt që në përpjekjen e përbashkët për të arritur një vizion që është vizioni i gjithëve ne, që është Tirana në 2030, në Shqipërinë e 2030-s në Bashkimin Evropian, dhe kur flas këtu për anëtarësimin e Shqipërisë e vendit tonë në Bashkimin Evropian, kontributi juaj shoqërisë civile është një kontribut i pasëvendësueshëm. Dhe ku ne së bashku mund bëjmë shumë që shoqëria civile të rritet në kuptim të shërbimeve që ajo ofron, të rritet në funksion të dijeve që ajo përthith, të rritet në funksion të praktikave të mira që ju mund përcjellni dhe gjithashtu të garantojmë së bashku shërbime të qëndrueshme edhe në hapësirën e re që ne do të na krijohet dhe tani mundemi që të përfitojmë dhe më shumë nga fondet strukturore të Bashkimit Evropian, duke qenë se ne jemi tashmë në procesin pra të negociatave, sepse fakti që shumë është bërë deri tani. Edhe në raport me ngritjen e mekanizmave të qëndrueshëm, flasim për njësitë e mbrojtjes të fëmijëve, por nga ana tjetër kemi nevojë që edhe më shumë të buxhetojmë në funksion të dhënies ose ofrimit të shërbimeve në territor përmes edhe njësive administrative të Tiranës. Ju e thatë shumë mirë që njësitë administrative në Tiranë sot janë si qytete, pra profili qoftë edhe demografik, ku ke edhe zonë qendrës, po edhe zonë periferisë, po ke edhe zonën rurale, ka nevojë për shërbime të profilizuara, shërbime të specializuara, shërbime sipas nevojës. Dhe këtu e thatë shumë bukur, pra të bëjmë politika të bazuar në evidencë, pra bazuar mbi statistikë. Dhe kjo mua më mbeti në mendje, sepse të bësh politika bazuar në statistikë, bazuar në nevojën reale të komuniteteve, aty merr edhe rezultatin më të mirë të mundshëm. Kështu që edhe këtë gjë ne mund ta bëjmë së bashku dhe mund ta perfeksionojmë së bashku. Është shumë e rëndësishme që për personat me aftësi të kufizuar ne jo vetëm kemi treguar një vëmendje të veçantë, po të kemi edhe më shumë vëmendje, që nga aksesi tek shërbimet, tek arsimi patjetër, tek punësimi i tyre, tek integrimi i tyre në shoqërinë, në jetën sociale, por edhe ekonomike të Tiranës. Ndaj dhe për këto do të kemi një plan konkret sa i përket mbështetjes edhe me shërbime, po edhe me shërbime semi-rezidenciale që janë të rëndësishme, por edhe me shërbimin familje që besoj duhet zgjeruar në Tiranën me shumë komunitete, po edhe me sfidat e kohës. Dua që të ndalem tek buxhetimi i planeve sociale, tek buxhetimi i planeve rinore që duhet që të kemi dhe të ndodhin, dhe tek mënyra se si bashkia mund të krijojë instrumenta paralele, por edhe të bashklidhura me pushtetin qendror, me qeverinë. Dhe ne këtu do të kemi një vëmendje shumë të veçantë, pra mënyra se si ne mund të përbashkohemi për një qëllim. Dhe fondi social i qeverisë me fondin social të bashkive, edhe të bashkisë në rastin konkret Tiranës, mund të jetë një mënyrë shumë e mirë, një instrument edhe më efektiv për të diversifikuar shërbimet dhe për t'i zgjeruar ato. Plani dedikuar për familjet e reja, edhe për fëmijët në tërësi, edhe besoj që këtu do të ndalemi edhe në aspektin e programit ton Tirana 2030, edhe dua ta theksoj që nuk është thjesht një plan për apo një strategji që ne duam ndjekim për një vit apo 2 vite të ardhshme. Është për një Tiranë që e shohim më larg, madje edhe se 2030, në funksion të politikave që duam të ndjekim. Strehimi social dhe i përballueshëm është një prej atyre kolonave të planit tim për sa i përket mbështetjes familjeve të reja, për sa i përket mbështetjes personave të cilët apo familjeve të cilët nuk kanë mundësi financiare, por edhe ata të cilët hyn pra tek shtresa e mesme, të cilët kanë nevojë që të ofrojnë apo të marrin një program ose të mbështeten nga programe strehimi të përballueshëm. Dhe këtu kemi shumë modele që janë dhe aplikuar deri më sot, si kredia sociale apo banesat sociale me qira, apo edhe banesat apo bonusi i qiras, pra janë programe, por
ne këtu do të bashkëpunojmë edhe me qeverinë për të patur një mbështetje më të madhe, por edhe një organizim të ri sa i përket shërbimeve që lidhen me mbështetjen e familjes dhe direkt edhe me planet për strehimin social edhe në Tiranë, që kjo kërkon një tryezë të gjerë edhe besoj që ne do ta kemi së bashku. Tirana multikulturore është më bëri shumë të mendoj mbi ato që ne mund të bëjmë edhe për komunitetet dhe integrimin e tyre. Për sa i përket shërbimeve për komunitetin rom dhe egjiptian, fokusi do të jetë i pandalshëm për sa i përket shërbimeve bazë, që nga strehimi tek shërbimet sociale, tek shërbimet arsimore te punësimi patjetër, duhet të ndihmojmë komunitetet që të thyejnë sidomos ato në vështirësitë të thella, pra ekonomike, të thyejnë zinxhirin e varfërisë. Platforma e dialogut që unë duaj që ne të garantojmë së bashku duhet jetë jo vetëm e qëndrueshme, por edhe e shpesh dhe duke shfrytzuar edhe ato instrumente që ju thatë, që lidhen edhe me teknologjinë dhe digitalizimin, mënyra se si ne të jemi të integruar në kohë reale. Gjithashtu Open Data është një tjetër instrument i rëndësishëm që edhe këtu neve na përkon me strategjinë se harta sociale, nevojat në territor, të dhënat për gjithë secilin, mënyra se si mbështeten, janë edhe ato pjesë një programi që lidhet me transparencën në bashki, por edhe me ofrimin e një panorame të asaj çfarë ndodh në qytet dhe çfarë ndodh për grupet më nevojë, por dhe çfarë ndodh në lidhje me shërbimet ndaj qytetarit. Patjetër që Bashkia e Tiranës është edhe një udhëheqës apo një prirës i gjithë modeleve më të mira të asaj që zhvillohen nga shoqëria civile me shoqërinë civile për njerëzit dhe për komunitetet më në nevojë. Dhe jam e bindur që edhe në këtë pikë Bashkia e Tiranës do të jetë kampione e bashkëqeverisjes me njerëzit, bashkëqeverisjes me shoqërinë civile dhe mënyrës se si ne të krijojmë hapësira për të dëgjuar më shumë zëri juaj. Dhe jam e bindur që këtë do ta bëjmë, sepse kemi treguar për gjatë gjithë kohës bashkëpunimit tonë së bashku, jam e bindur që duke qenë së bashku, duke diskutuar së bashku, duke folur së bashku, se komunikimi është gjithçka, ne do të mundemi që të adresojmë sfidat që sot Tirana ka dhe të qëndrojmë çdo njeriu pranë. Pra për ne çdo qytetar i Tiranës ka rëndësi. Ka rëndësi kudo ku ai jeton, punon, shërben dhe është për ne duhet pra trajtuar në mënyrë të njëjtë, në mënyrë të barabartë, sepse në fundit Tirana duhet të jetë qyteti që përkujdeset, qyteti që punon, po dhe qyteti që jep dhe ofron shanse të barabarta për çdo qytetar. Bruxelles.